mirësi që Allahu na ka dhuruar. Mendoj se kemi folur pak nga ajo që duhet thënë për edukimi i fëmijëve ndaj frikës së Allahut. Ti ke qenë i vogël, mami dhe babi u gëzuan shumë kur ti erdhe në jetë. Të kanë ushqyer, të kanë veshur, të mësuan shumë gjëra që ti nuk i ke ditur. Me kalimin e ditëve ti vazhdimisht je rritur, ke shkuar në shkollë, ke lozur me shok, je pastruar, ke ngrënë ushqime që të kanë pëlqyer, dhe si çdo fëmijë je munduar ti imitosh prindit, pothuajse në çdo hap. Mirë po këto të mira e shumë të tjera që prindit e tu bën për ty, ti shpejt i harrove dhe u bërë arrogant kundër tyre. Nuk i ndëgjon, i bërtet, i fyen, je bërë temperament me ta. Kjo mënyrë e jetesës rrjedh për shkak të mungesës së edukimit ndaj frikës së Allahut. Sepse nëse edukojmë një fëmijë ndaj frikës së Allahut, ka një bazë shumë të fortë, sepse kjo është bazë e qëndrueshme për një fëmijë apo mbar shoqërinë ku jeton. Nëse është edukimi familjar i dobët, në të ardhmen ku fëmijët të rriten, ata i ndryshojnë qëndrimet e tyre. Ata mund nuk i friksojnë prindërve. Në shumë raste edhe mund t'i rrahin ata. Po ashtu mundën të marrën rrugë të shfrenuara dhe mund të çojnë deri tek vetvrasja. Këto akte janë të ndaluara rrepsisht nga Allahu, sepse me kryerjen e këtyre akteve njeriu kryen një mëkat të madh. Në një hadith të pejgamberit ton, alayhi selam, që paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të, ka thënë: kush e vret veten në këtë botë me ndonjë mjet apo mënyrë të caktuar, do të dënohet me të në botën tjetër. Për këtë arsye, prindit e kanë për detyrë t'ua mësojnë rrugën e drejtë fëmijëve, në mënyrë që ata të kuptojnë qëllimin e jetës në këtë botë. Nëse u mësojmë fëmijëve frikën dhe dashurinë ndaj Allahut, padyshim se do të jenë të kënaqur gjatë gjithë jetës, sepse fëmijët e tyre do të respektojnë prindit dhe tërë shoqërinë ku jetojnë. Nëse u mësohet Kur'ani dhe hadithet e pejgamberit ton, që paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të, do të jenë të kujdesshëm sepse ata e dinë që është Zoti që i sheh, edhe nëse njerëzit nuk e shohin. Dhe për këtë arsye fëmijët bëhen të vetëdijshëm, inteligjent ndaj prindërve, familjes në tërësi dhe shoqërisë mbar. Në qoftë se prindit janë besimtar, ata duhen t'i trajtojnë fëmijët e tyre me kujdesin më të madh, t'i mësojnë rregullat e fesë, në mënyrë që t'i krijojnë një familje të shëndosh dhe të bëjnë të fortë dhe të përjetshme dashurinë dhe frikën ndaj Allahut. Së pari të mësohen të kenë moral të mirë, sjellje të bukur,
të pajisen me cilësi të hishme, edukat të lavdërueshme, të jenë të kujdesshëm ndaj urdhrave të Allahut, të kenë respekt për prindit, të mbajnë lidhjet farefisnore dhe të largohen nga amoraliteti, sharja, gënjeshtra, përqeshja dhe tallja me të tjerët, sepse këto cilësohen si veti të ulta. Ne duhet ditur se jeta e kësaj bote është shumë e shkurtë dhe e përkohshme në krahasim me botën tjetër, në të cilën do të jetojmë përgjithmonë. Andaj, ne si prindër duhet të bëjmë të pamundërën që fëmijëve tanë t'u mësojnë rrugën e drejtë dhe shpëtimtare, me qëllim që të kalojmë jetën në këtë botë sa më mirë dhe të krijojmë familje të shëndosh me mure të fortifikuara, ku baza duhet të jetë Kurani dhe hadithet e pejgamberit tonë, që paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të, sepse kjo është rrugë në të cilën gjejmë paqe, lumturi në familjet tona. Allahu na bëj nga njerëzit të tij falënderues, ndaj të mirave që na dhuron pa pushim, vetëm e vetëm që ne të jetojmë të lumtur në këtë botë dhe të fitojmë xhenetin e botën e ardhshme. Allahu na jep si dhurat fëmijët, pavarësisht djalë apo vajzë, dhe në ditën e gjykimit kur të dalin para tij, ai na pyet se a kemi qenë të kujdesshëm ndaj fëmijëve, a i kemi edukuar siç duhet. Prandaj, fëmijët janë amanet nga Allahu. Allahu na informon se dashuria për fëmijët, prindit, të dashuron apo të dashurin, është një bekim që ai na ka dhuru, që ne të jemi të lumtur gjatë gjithë jetës. Në një ajet nga Kurani, Allahu në mesazhin e tij thotë: Dhe nga faktet e tij është që për të mirën tuaj, ai krijoi nga vetë lloji juaj palën, në mënyrë që të gjeni prehje tek ato, dhe në mes jush krijoi dashuri dhe mëshirë. Në këtë ka argumente për njerëzit që mendojnë. Mendoj se kemi folur pak nga ajo që duhet thënë për edukimin e fëmijëve, në mënyrë që të kemi një jetë të mbushur me plot begati dhe mirësi për familjet tona. Zoti na bëv prej atyre që bëjnë veprat e mira, në mënyrë që të fitojmë kënaqësinë e tij, inshallah.